Pranë qytetit të Selenicës, në brigjet e Vjosës, deri një dekadë më parë, banorët bënin plazh. Jo më. Shtrati i lumit me Guralec tani është imbuluar me një shtresë të trash balte me mbetje bitumi dhe është transformuar në një landfill industrial. Lumi Vjosa, i njohur si lumi i fundit i egër në Evropë, 2 vite më parë u shpall park kombëtar, pas një fushate disa vjeçare ndërkombëtare, që bëri bashkë aktivist lokal dhe aktor hollywoodian. Edhe pse niveli i mbrojtjes ligjore është rritur, rrjedhja e tij vazhdon të jetë e kërcënuar nga ndotja. Të gjitha këto minerale janë me ngarkesë të lartë kimikate, substanca kimike, të cilat në fund bëjnë përkeqësimin e cilësisë së ujit. Ka substanca që janë të dëmshme për florën, për faunën që janë aty, patjetër, por janë edhe të tjera substanca ato që quhen komponent që rinë gjatë, pra nuk zbërthehen. Ato jo vetëm që ndotin florën dhe faunën aty, por nëpërmjet rrjetave ushqimore vinë deri në tryezat tona dhe deri në indet tona. Pamjet në terren janë dramatike, ndërsa institucionet e mbrojtjes së mjedisit flasin për cilësi brenda normave të lumeve që vazhdojnë të ndoten. Në një përgjigje me shkrim, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i tha Birn se bazuar në raportin vjetor të mjedisit, për sa i përket vlerave të radioaktivitetit alfa dhe beta total, ujërat e lumeve Shkumbin, Drin dhe Vjos vlerësohen të jenë nën kufit e përcaktuar në standardet kombëtare dhe nuk paraqesin ndotje. Lumet në Shqipëri përbën një nga burimet më të rëndësishme natyrore të vendit, me një rrjet të dendur rrjedhash që zbresin nga zonat malore në ultësirën bregdetare. Ndryshe nga pjesa tjetër e Evropës, shumë prej lumeve shqiptar ende ruajnë segmente të egra, duke krijuar habitate dhe ekosisteme natyrore të rralla. Megjithatë, ata janë në presion të vazhdueshëm nga aktivitetet minerare, mbetjet industriale, ndërhyrjet hidroteknike dhe menaxhimi i dobët i mbetjeve, duke e bërë ruajtjen e tyre një sfidë të rëndësishme për mjedisin në Shqipëri. Ngjashëm me Vjosën, lumi Fan gjarpëron mes luginave e grykave malore dhe mbërrin një kristal deri në qytetin e Fusharëzit. Pikërisht, aty ai bashkohet me përrojën e kuq që vjen nga zona minerare dhe rrjedha e tij ndryshon ngjyrë nga ndotja. Ndotja e lumeve nuk është gjithmonë pasojë e minierave aktive, por edhe e depozitimeve të vjetra minerare të trashëguara. Në Kukës, pranë urës së Leshnicës, pluri minerar dhe mbetjet krijon një cikël të përhershëm ndotje që përfundon në lumin Drin. Situata e ngjashme është edhe në Librazh, ku mbetjet e vjetra minerare buz Shkumbinit, pas çdo shiu përfundojnë në shtratin e lumit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit sqaron se grupet e saj të inspektimit kanë marrë masa administrative, duke vendosur gjoba dhe duke kërkuar pezullim aktiviteti për disa kompani minerare, përfshirë ato në Selenicë dhe Fusharës. Por ekspertët theksojnë se këto sanksione janë lehtësisht të përballueshme për ndotësit, krahasuar me fitimet e tyre, dhe kërkojnë masa shumë të forta shtrënguese për të ndaluar ndotjen. Pra nuk pret një vendim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit apo institucioneve të tjera ligjzbatuese, të cilat jo vetëm t'i pezullojnë dhe t'u heqin licencat, pra duhet patjetër që ato të ndërhyjnë me një forcë të madhe për sa përket veprimtarisë të këtyre kompanive ndotëse të mjedisit. Pra 1 milion, 2 milion lekë vjetra gjobë për një kompani që gjeneron disa mijëra euro në ditë, s'është fare problem. Dhe kjo ka ndodhur, kjo ndodh edhe në Fan, që ne kemi të dhënat, kjo ndodh edhe në Vjos, kjo ka ndodh edhe në Shkumbin. Mund të merret një vendim për pezullim, por pastaj duhet që t'i bie shpas atij vendimit. Pra, AKM-ja mund të jetë në rregull, thotë kam nxjerr vendimin, por kush e zbaton atë vendim? A ka inspektim? A vërtet këto kompani e kanë pezulluar punën? Mungesa e një reagimi vendimtar nga institucionet përgjegjëse për ndalimin e ndotjes ka prodhuar heshtje edhe në komunitetet e prekura. Në rast se komuniteti nuk ka në krah institucione që zbatojnë ligjin dhe përballë të keqes që është ndotja mjedisore, komuniteti e humb atë forcën dhe arsyeën për të vazhduar më fort ndaj mbrojtjes apo kaosës vet që ai ka për të mbrojtur mjedisin apo çështjeve të tjera. Ata mund t'i bëjnë ballë edhe presionit të parave që marrin nga kompanitë, mund t'i bëjnë ballë edhe presionit të fortëve, po them, që përfaqësojnë apo mbrojnë interesat e këtyre kompanive nëse shohin një reagim nga shteti. Po kur nuk shohin asnjë reagim nga shteti, pastaj kanë më të thjeshtë për të bërë kompromis. Dhe ky është fenomen që ndodh. Ngjashëm me rastin e lumit Fanit, është edhe në zonën e Selenicës, ne kemi patur banorë cilët kanë folë fillimisht dhe pastaj kanë parë që nuk ka
reagim nga shtetet e pastaj bëjnë edhe kompromisin e vogël, thonë ok, po jetojmë kështu siç jemi. Ndërsa autoritetet këmbëngulin se monitorimet zyrtare tregojnë ujëra brenda normave dhe se ndaj kompanive janë marrë masa administrative. Pamjet nga terreni tregojnë se lumenjt mbeten të ekspozuar ndaj ndotjes së vazhdueshme, ndërsa ndikimin habitatet natyrore dhe në shëndetin e banorëve është i vështirë të injorohet. Ekspertët theksojnë se ruajtja e këtyre ekosistemeve kërkon jo vetëm masa administrative në letër, por zbatim të rreptë të ligjit dhe një rol shumë aktiv të institucioneve. Numri i veprave penale që ndiqen nga policia është shumë i ulët, është 17% i të gjithë veprave penale që prekin tokën, ujin dhe ajrin. Nëse ne shkojmë në prokurori, numri bie shumë, mesatarja është gati 0,4% e të gjithë veprave që trajtohen nga prokuroria. Në gjykat nuk kemi gjetur asnjë rast të dënuar për shkak të ndotjes burimeve ujore. Në shumicën e rasteve, veprat penale pezullohen për mungesë të autorëve të krimit apo pushohen për mangësi të provave të grumbulluara në terren.